Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, jemi duke ndjekur Prime-in, jemi duke ndjekur dinamikat dhe në fakt po befasohem me gjërat që po ndodhin në Big Brother. Më thënë po ndodhin gjëra shumë interesante, po ndodhin gjëra shumë të çuditshme që mua më kanë vënë në pikpyetje. Më kanë vënë në pikpyetje për narrativën e ngjarjes. Do të thënë kemi Mirin dhe Selinën, që Selina nuk largohet në asnjë mënyrë, pa marrë parasysh se çfarë i flitet për Mirin, çfarë i thuhet për Mirin, çfarë komentohet për Mirin. Selina nuk largohet në asnjë lloj mënyre nga ai, do të thënë duke që e ka strategji të lojës së saj, ndërsa tek Miri, do të thënë arritëm të kuptojmë që qen ka një djalë Don Juan që bë ka dhurata të ndryshme ndaj femrave, sepse banorët po nxjerrin shumë gjëra private, do të thënë po komentohet një dinamik që Miri ka ikur tek shitoria e Stelinës, ka bler lule, gjë e cila nuk e mendojnë që mund të fusin edhe probleme me bashkëshorten e Mirit. Mua më vjen shumë keq për gruan e Mirit dhe do kisha dashur që ne të jemi të gjithë që komentojmë pak më të vëmendshëm në atë që themi. Tani, unë nuk dua të flas për marrëdhënien që Miri në fakt ka krijuar me Selinën, sepse është e dukshme nga ana e Mirit që vetëm si baba, vetëm si mik, vetëm si shok nuk e shikon. Por në anën tjetër, do me thënë, që Stelina e njeh Mirin, këtu tani ngret një dyshim shumë i madh. Çfarë ndodh mes Stelinës dhe mes Mirit? Apo më konkretisht çfarë ndodh mes Mirit edhe të gjithë vajzave të tjera? Sepse Miri del që i njeh të gjitha vajzat. Tani Stelina grindet, Miri nuk flet fare. Miri nuk komenton asnjë gjë, sikur i konvenon ky fenomeni që për Mirin grinden të gjithë. Unë mendoj që e gjitha kjo është një skem. Stelina mund ta ketë njohur ose Miri mund të ketë patur ndonjë të dashur në imiket Stelinës, sepse Stelina u acarua shumë dhe nuk e shoh sinqert në këtë moment që ajo po komenton, ndërsa nga ana tjetër Selin është një vajzë e cila ka një interes jashtëzakonisht të madh për lojën, pa marrë parasysh që Miri flet për kunatën e saj, Selinës nuk i intereson. Dua të marr mendimin tuaj për këto dy debate që po ndodhin.